Edi Rama është një narkodiktator i cili vjedh shqiptarët nga mëngjesin darkë. Dhe jo miliona, po miliarda. Qeveritarët e ti janë shushuljat vërteta. Që depozitojnë pasuri prallore nga taksat e qytetarëve dhe pasurit publike. Është jetike, është vendimtare, t'i përmbysim këta kriminel dhe t'i çojmë përpara ligjit. Shqipëria s'do ketë kur kushtetut dhe ligj pa triumfin e opozitës, pa triumfin e qytetarëve, pa kryengritjen paqësore të shqiptarëve. Le ta bëjmë ne natën ditë këtë javë. Të trokasim në çdo votër, në çdo derë, në çdo zemër në Tiranë dhe kudo. Sheshet dhe rrugët e kryeqytetit të shprohen në tmerrjen e regjimit, në triumfin e lirisë, triumfin e qytetarëve, rrof Tirana.